Mi mbrëma të ndëruar shikuese ju adhurues të basketbollit, edhe njëherë jemi me pamje direkte këtë javë nga palestra Minatori në Mitrovic, ku edhe kësaj radhe do të kemi duelin ndërmjet Trepqës dhe Borës sonte, megjithatë me formacione ndryshe dhe jo ato të cilat i patën në ndeshjen e para 2 ditëve. Dim, ajo ishte ndeshje e mbetur nga Gjiroja e 5, ndërsa tani vazhdojmë aty ku e kemi lënë. Po i shohim 5 që startuese pra që të dyja skuadrat sonte luajnë me roster të plotë, njëri tek Trepqa janë Payne Henry, Tmushi Qajrizi, Jones, Gashi, Haliti, Arstana, Gishtuna, Amzil, Kapiti dhe Hesbrook. Në anën tjetër tek Bora janë Peyton, Cheese, Hunter, Kjotrishë që nuk u paraqit në duelin e mesjavës. Startojnë me njerë sonte, e bashkë me ta janë edhe Amin Hot, Jetmir Zeqiri, Mehmeti Plana, Gen Zeqiri, Gjuls, Mekic, Sulemani dhe Lebovci. Pra 2 ditë më parë, duelin ndërmjet Borës dhe Trepqës përfundoi me rezultat 72-90. Trepqa arriti që në pjesën e dytë të ketë paraqitje më së perfekte, sidomos në qerekun e tretë kur i realizuan 38 pikë të udhëhequrit e Adis Beqiragicit, ndërsa e ndalën skuadrën e Borës në vetëm 11 pikë për të krijuar e përsia pra shkoi edhe deri në plus 32, ndërsa nuk pati forcë normalisht skuadra e Borës në qerekun e 4 të bën diçka më tepër, ndërsa pas ndeshjes si pam edhe këto dyshet trajnerëve, pra edhe Adis Beqiragic, por edhe Zoran Kashelan, që patën lavdata për njëri tjetrin në njërën anë. Trajneri i Borës Kashelan tha që përballë i patëm kampionët, skuadrën më në formë të momentit në Superligën e Kosovës dhe normalisht që as pak nuk ishte e lehtë kjo ndeshje, ndërsa në anën tjetër trajneri Adis Beqiragic e përgëzoi lojën e skuadrës së Borës, tha skuadra e Borës është ndër skuadra që po luan basketbollin më të mirë për momentin e dim këtë dhe pasi që skuadra e Borës ishte skuadra, fillimisht ta ndjekim himnin kombëtar. E dëgjuam himnin kombëtar të interpretuar nga të rinjët simpatik, ndërsa tashmë gjithçka është gati për të startuar dueli i dytë i kësaj jave ndërmjet këtyre dy skuadrave. Po shohim 5 startuese në fush: Payne Henry, Tmushi Qajrizi, Jones tek Trepqa, Peyton, Cheese, Hunter, Hot e Zeqiri tek Bora që po luan sulmin e par. Topi tek Peyton, afërti është Drilon Hajrizi, pastër ja heqa topi vjedhur me njerë. Hajrizi, mesin e 3 lojtarëve, Drilon Hajrizi realizon pikët e para. Nuk e nisi mirë Trepqa duelin e kaluar, ndërsa po e shohim Amin Hot edhe sonte starton me treshe. Fantastik ishte në duelet e fundit të skuadrës Borës, gjithsesi nuk arriti të ndihmon të fundit ndaj Trepqës, edhe pse i realizoi 5 treshe, 17 pikë Amin Hot. Drilon Hajrizi do të gjuan edhe njerë është i sakt. 4 pikët në start nga Hajrizi. Cheese, bukur tek Peyton, ngatrohen mbrojtje, nuk kuptohen në fakt. Drilon Hajrizi, Sek Henry, mbeti vetmuar Peyton Junior, i cili i qëllon pikët e tij të para. 4-5 në start.
Henry. Dëgjuan vetë, Henry nuk është i sakt. Bukur, ai topi Peyton për Cheese që shkoj në kundërsun shpejt për të qëlluar për 4-7. Payne tek Tmushic. Jones, edhe njerë Payne. Dalet Payne, këthen topin tek Jones i cili qëllan në sekundën e fundit të aksionit për 6-7. Aktualisht është duke zhvilluar edhe dueli tjetër dhe i fundit. Sa i gjire bukur Cheese tek Jetmir Zeqiri që qëllan. Pra dueli ndërmjet Bashkimit dhe Golden Eagle Yllit. Nërsa mbrëm u zhvilluan 2 ndeshje tjera. Vllaznimin poshtë Ravecin 77-71, ndërsa Go plus Pea arriti që bindshëm të mposhtë si Gal Prishtinën me rezultat 98-67. Henry. Jones edhe njerë nga gjysmë distanca edhe njerë i sakt. Faul i Henryt nuk e lejon vazhdimin e sulmit të skuadrës Borës. Aminhot i ndjekur nga Mikhail Tmushic. Hunter, Sioni drilon Hajrizit në mbrojtje, vjedha të Payne. Hajrizi gjuan për 3, realizon, drilon Hajrizi në disponim të mirë edhe sonte bërloj. Fantastik ishte edhe në duelin e të martës me 20 pikë, 8-5 për treshe. A du të kemi përgjigje nga Hunter, jo. Hajrizi më i larti në kërcim. Tashmë 7 pikë të drilon Hajrizit nga 11 sa i ka realizuar skuadra e Trepqës. Do të gjuan Jones, nuk ka treshe, e merë të për Cheese. Bukur asistim fantastiki Chris Payton Jr. për Jetmir Zeqirin, i cili edhe njerë është i sakt. Gjithçka baraz 11-11, kur kanë kaluar tashmë 4 minutat e para të kësaj përballjeje. Hajrizi e kthen topin tek Henry. Henry deri në fund e fiton duelin 1-1 me Tyler Cheese. Hunter edhe njerë këthen topin të Cheese. Në gjuan për 3 pikë, kështë i sakt. Në duar të Jackery Payne, bukur e kontrolon topin, por dalet me faul. Da shojmë me njerë. Payton është ai që shkaktoj faul. Shojmë tashmë Rezart Mehmetin dhe Adem Mekiqin në loj. Jones nuk do të pranohen pikët me Gjaz. Personalja e Hunter ishte para se të gjuan të Sean Jones. Shojmë edhe njerë momentin. Pejnë të Tmushic, afërti Aminhot. Jackery Payne do të ndalet për 3, nuk është i sakt, lufton për ato parin edhe njerë të marë. Topin ble me kiri. Sean Jones
Nuk gaboj në dy raste nga gjysmë distanca edhe kësaj radhe është i sak pika e 6 e ti. Fantastik Hajrizi Jones. 15-11 tashmë në të mirë të Mitrovicasve. Në Rezard Mehmeti të gjuan për 3 pikë realizon. Mehmeti 15-14. Po përgjigjet Bora në këto minutat e para. Pe i ndalet në gjysmë distancë. Nuk qëllan topin në duart e Mehmetit. Amin Hot. Mehmetit tek Hunter. Mekic. Zgjedh dëbërtimin deri në fund. Nuk arrin të realizon, por do tjetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Shojmë edhe njerë dëbërtimin e Adem Mekic. Shojmë tashmë Gjuls që përgatitet të futet në lojë bashkë me Genç Zeqirin. 25 pikë, 11 kërcime i pati të martën Gjuls. Qëllon në tendimin e parë kapiteni Mekic për të barazuar edhe një rezultatin. Shohim që është ullur për të pushuar edhe Driljon Hajrizi. Startit të mirë. Nuk e qëllon të dytën Adem Mekic. Amzil është në loj. Ka presionin e Mekicit gjithsesi. Arrin të mbajnë topin. Mikajlet Mushri që realizon pikët e tij të para në tendimin e tij të parë. Mehmeti. Genç Zeqiri. Bukur tek Hunter gjithsesi nuk arriti të pranon atë për kësaj ndalje kundër sulmin Genç Zeqiri. Thash edhe në ndeshjen e kaluar mjaft aktiv është Genç Zeqiri, sidomos po e shfrytëzon në maksimum trajneri Zoran Kashelian, një lojtar tipik i detyrës, i cili pavarësisht faktit që nuk shënon shumë pikë, i kryen shumë punë në fushë. Ndalet në gjysmë distancë, Jackery Payne është i sakt pikë të para edhe për të tashmë. Gjithë 5 startuese tek skuadra e Tripqës është në listën e realizatorëve. 20-15. Hunter tek Mekic që gjuan për 3 nuk është i sakt. Mbyllje e mirë e Dardan Kapitit. Hasbrook është në lojë tek skuadra e Tripqës. Amzil nuk pranohen pikët. Nuk qëllon në tendimin e parë Amzil. Në të dytën është i sakt. 21-15. E përsi prej 6 pikëve tashmë tek Tripqa. Përsi jam e thellë sonte. Amin Hot. Presion në mbrojtje nga skuadra e Tripqës. Cheese. Jules. Amin Hot deri në fund nuk arriti të realizon të Mushi që ishte më i larti në kërcim. Jackery Payne. Topi vjedhur e Tyler Cheese i vëmendshëm. Sa e ka presionin e Dardan Kapitit.
Ndalë gjithçka me faul Kapiti. Arslanaki që shohim që përgatitet të futet. Ullet për të pushuar Jackery Payne. 2 pikë, 3 asistime, 2 kërcime të ti. Tyler Cheese. Cheese. Shruajti nga gjysmë distanca nuk është i sakt. E luftë për atop. Mjafti nervozuar Hadis Beqiragic. Topi takon skuadrës Trepçës. Gjithsesi, do të vazhdon diskutimi mes Treshës së gjyqtarëve se kujt do t'i takon ky top. Trepçës do t'i takon përfundimisht. Arslanaki. Kapiti. Deri në fund shkoj, nuk arriti me ngulitje të përfundon në aksionin, por do t'jetë në vjen e gjuajtje së lirë. Ranti ishte gjullës që shkaktoi fall në të. Qëllon Kapiti. Në të dytën nuk është i sakt. Amin Hot. Mehmeti. Mekic tek Cheese, gjuan për 3. Realizon Tyler Cheese. 22:18. Tashmë kemi hyrë në minutën e fundit të çerekut të parë. Mushic tek Hasbrook. Nuk shkon basimi i tij për Dardan Kapitin. Tyler Cheese, bukur deri në fund. 5 pikë eksprese të Tyler Cheese. Për të shkrir ebërsinë e Mitrovicasve, Amzil gjuajti për 3, nuk është i sakt. Topi në duart e Amin Hot. Cheese. 5 sekunda. Do të gjuan për 3, nuk është i sakt. Arstanagic. Mikalet Mushic do të gjuan.
Në sekundat e fundit të aksionit nuk arriti të realizon 22-20 në të mirë të Trepqës. Pas 10 minutave Mitrovicasit patën edhe Eversin për 7 pikëve përsin maksimale, por 5 pikët e Tyler Cheese në këto qastet e fundit qereku të parë e shkrije në 2 avantajin e Mitrovicasve. Shkojmë pak marketing për të u rikthyer më pas me qerekun e dytë. Ajden qa, kam vendosur me andru tekstin këngës. Kusht ka zonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape llogarin TikTok, ngam TV. Hape llogarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç bre s'ki nevojë për këtë punë bank me shku, ngam TV. Banka për kredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Startan tashmë edhe qereku i dytë. Me njëherë vjen tentimi nga Hasbrook për 3 pikë realizon. Amin Hunt. Foul i Amzil. Hot. Do të ndalet edhe njerë për 3 pikë Amin Hot, edhe njerë është i sakt, sidomos nga kjo pozita ballore, nuk po fal Amin Hot. Kapiti Arslanagic, bukur, debërton, gjitha i bëri miri, mungoj finalizimi. Hunter. Peyton. Po agresionin e Tunës. Bukur tek Adem Mekic, i cili realizon. Arslanagic tek Kapiti. Amzil. Hasbrook realizoi paraprakisht, gjuan edhe njerë, por nuk është i sakt gjithsesi. Pa faul ndaj tij do të jetë në vjen e quajtjes së lirë.
nuk e qëllën tentimin e parë. Hasbrook. Sak në të dytën. Edhe një tjetër mundësi për të pasi ishte në të për 3 pikë. Echelon, timin e tretë, 27, 25. Ullet Amin Hët, bukur Hunter, në mesën e 2 lojtarëve, dhe vërtej e realizoj pikë të para për Alexander. Barazën rezultatin në 27-27. Kapiti të Triljana i Rizi. Henry. E bolli ti. Ndërsa të shkohet edhe me teknike. Sek Henry. Kërkoj faul. Ne shojmë edhe njerë. Ky është momenti dhe reagimi Henryt që unë të shkua me teknike. E qëllën gjuajtjen e lirë Alexander dhe rikthen në avantajin në anën e skuadrës së Borës 27-28. E përsim maksimali Bora në qerekun e pare pati +3. Hunter. Brojtje fantastike e Hasbrook. I cili shojmë që insistoj që ka luajtur me Medi i fundit. Edhe Arslanagic ndëshkohet me teknike. Gjyshtari Artan Gashi po shpërndan sonte teknike. Eri shikuan edhe një herë rastin gjyqtarët se kujt i takon ai top, ndërsa pas protestës u ndëshkua me teknike edhe Adnan Arslanagic do të ketë edhe një tjetër gjuajtje të lirë. Hunter nuk po tolerojnë asgjë gjyqtarët sonte, 2 teknike për tripçën. Fillimisht Henry, e më pas edhe Arslanagic. 2 gjuajtje të lira të sakta nga Hunter, që japin në përsi prej 2 pikëve Borës. Ishte Hasbrook ai që ka luajtur i fundit me këmbë. Ademekic tek Zeqiri. Dalet me faul, e ngri dorën me njerë Hasbrook. Njerë shojmë edhe njerë personalen dhe Jetmir Zeqirit, i cili do t'i ketë 2 gjuajtje të lira, 4 pikë të ti sonte. Tira e parë që ndodhë në vjene gjuajtje së lirë, nuk qëllon në tentimin e parë. Në të dytën është i sakt. 27-30 rikthehet e përsia prej 3 pikëve e Borës. Pra e përmenda edhe më parë, maksimalja ishte kjo sonte në këtë përballje tek sa tripça e pati e përsin deri në +7. Triljana i Rizi. Faul.
Shojmë edhe njerë momentin e personalis ndaj Trilona Ajrizit nga Jetë Mirzëqiri. Pejnë tek Hajrizi, do të gjuan edhe njerë për 3 pik. Nuk është i sakt. Teksa faul ka shkaktuar Tardan Kapiti. Gjatë kërcimit të tij në sulm. Gjithsesi, para se të vazhdohet tutje, do të kemi time out tashmë. Epërsia kalon në anën e skuadrës së Burrës 30-27 pas startit të më të mirë të tyre në çerekun e dytë, 10-5 në këtë çerek. Sa rikthehemi ne pas time outit. Pejton do t'jetë tashmë në vijën e gjuajtjes së lirë. Në skuadra e Trepçës, kur janë edhe 7 minuta e 8 sekonda deri në përfundim të çerekut të dytë. Nuk e qëllon asnjërin Pejton. Pejton 27-30. Payne. Ajrizi. Kesbrook. Jones. Këta ndobin edhe njerë të Jackery Payne. Afërtia Alexander. Henry. Jones. Do të gjuan në sekundat e fundit të aksionit, nuk arriti të realizat. Adem Mekic. Zgjidh shkon vetë deri në fund. Nuk arriti të ndalë këtë kundër sulm Pejton, por e bën Rezart Mehmeti me personale. Shojmë edhe njerë. Nuk i lejon pikë të lejta secondrit. I shojmë Amin Hate, Tyler Cheese që ktheje në lojë tek Prishtinasit. Jones. Henry. Trilon Ajrizi. Gjuan edhe njerë për 3 pikë, realizan. Ndërsa ndalet edhe me faul. E shojmë edhe njëherë. Personalja e Rezart Mehmetit. Edhe një gjuajtje të lirja jep Trilon Ajrizit. Tashmë 10 pikë të Ajrizit. Fantastik në këto minutat e para. Pika e 11. Edhe sonte po e udhëheq Trepçën Trilon Ajrizi. Adem Mekic tek Rezart Mehmeti, ka një treshën nga opozit ju kësaj radhe. Fton për atë gjithsesi. Nuk arrin ta mban në brëndësi. Henry. Ize bukur e tij do të gjuan për 3, nuk është i sakt. Mehmeti. Mekic. Jules.
Cold passer nga Sean Jones. Mbrojtje perfekte e tij. Hajrizi e ka shkelur vijën. Sa e shohim që Zoran Kashelan tashmë kërkon time-out. Si Tripqa merr edhe një avantazh në vazhdimsi po ndrojnohen Epërsia, teksa po shohim rezistencë edhe sonte në këtë pjesë të parë nga skuadra e Borës. Do të shohim a do të arrijnë deri në fund Prishtinasit të mbajnë këtë ritëm të lojës dhe të përgjigjen skuadrës së Tripçës, ndaj të cilëve 2 ditë më parë pra pësuan në 10-72 rikthehemi pas këtij time-outi. Amin Hot. Kthen topin tek Alexander. Po Jules, edhe njerë pranti Sean Jones paraprakisht e bllokoi pasër. Teksa edhe një tjetër mbrojtje e mirë Sean Jonesit ndaj Julesit, i cili ishte më i mirë e thash në duelin e 2 ditëve më parë. 25.11 kërcime i pati dhe 7 prej tyre kishte marrë në sulm Jules. Hajrizi bukur nuk arriti të realizon as në tentimin e parë, por nuk ka problem. Në dytën e përmirëson veten. Drillon Hajrizi 13 pikë të tij. Hunter në anën tjetër ndalet me faul. Tjetë në vjen e gjuajtje së lirë. Kthehet Peyton në lojë në vend të Jules. Teksa do të kthehet edhe Jetmir Zeqiri. Në vjen e gjuajtje së lirë. Edhe njerë Alexander 2-2 nga kjo pozitë. I realizoj ato 2 gjuajtje të 2 teknikeve të Mitrovicasve. Qëllon edhe një herë. 33-32. Gjekovi Pejn. Kajlet Mushic. Drillon Hajrizi afër tij është Amin Hot. E kthen topin tek Mushic edhe njerë Hajrizi. Dyvishohet me një herë. Topi tek Henry. Atrohet me top. Gjuan nuk qëllon. Më i larti në kërcim është Amin Hot. Tyler Cheese do të ndalet për 3. Nuk është i saktë shini. Alexander i vëmendshëm e përcjell aksionin, nuk pati mbyllje të mirë nga lojtarët e Tripçës, edhe një herë në epërsi skuadra e Borës. Bukur Gjekovi Pejn e gjen Sean Jonesin që ndalet me faul. Ishte mismatch nën kosh. E shohim teksa të shkakton faul. Qëllon Sean Jones edhe një herë.
Pika e 7 e tij. Pas Triljon Ajrizit është më i miri në fushë tek Trepqa. Në të dytën nuk është i saktë, mbetet gjithçka baraz. 34 me 34. Hunter tek Tyler Cheese. Ka presionin e Mikajlit Pushiqit. Tyler Cheese. Tira në fund nuk është i saktë. Gjithçka kontrollon Sean Jones. Teksa Peyton e ndal sulmin. Nuk qëllon në tentimin e parë Jacoby Payne. I saktë në të dytën. Tridhjetë e 34. I Hajrizit. Qëllan në tentimin e parë Tyler Cheese. Pika e tij e 8. Të dytën nuk është i saktë edhe njerë. Sean Jonesi kontrollon gjithçka në kohë. Shkërcimi i tij 4 sonte. Jacoby Payne. Faul i Jetmir Zeqirit ndaj Triljon Ajrizit. Është momenti personales. Rezat Mehmeti të kthehet në lojë. Dy lira për Triljon Ajrizin. Qëllon në tentimin e parë. Pika e 14, 100% i saktë nga vija e gjuajtjes së lirë, 2-2 sonte. Ka marrë edhe 3 kërcime Hajrizi. Saktë edhe njerë, 15 pikë të Triljon Ajrizit në 12 minuta loj. Petë Amzil. Amin Hot. Kthen topin Amin Hot të Tyler Cheese që debërton, nuk ka rriti të realizon. Teksa ka faul. Do ta shohim edhe një herë momentin. Peyton është ai që ka shkaktuar faul ndaj Amzil, i cili do të jetë edhe një herë në vijën e gjuajtjes së lirë. 1 pikë e ka qelluar sonte, 1 të pra nga të lirat. Kësaj radhe i qëllon të dyja gjuajtjet e lira. Sa Henry do t'ullët Hasbrook kthehet 39-35, kthehet e përsia prej 4 pikëve e Mitrovicasve.
Hunter. Alex Hunter. Para tje ka Mustafa Amzilin. Nuk arriti të realizon. E kontrollon Qisa top. Do të gjuan në sekundat e fundit të aksionit. Nuk është i sakt Amzil. Morja top. Bukur. Deri në fund Amzil. Realizon do tjetë edhe në vjenë në gjuajtje së lirë. Me gjitha të shini sa bukur ndal Jackery Payne, i cili asistoj për Amzil. E në atë hapë realizon dhe do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. E qëllan edhe gjuajtjen e lirë për të rikthyer Ebersin. Maksimale të Mitrovicasve plus 7, 22:35, normalisht time out tash më ka kërkuar Erik Arqelan. Kthehemi pas time outit. Minuta loj dërë në përfundim të pjesës së parë. Trepqa ka rikthyer tashmë Ebersin prej 7 pikëve. Ebersin maksimale. Do të shojmë adutarin Prishtina si të përgjigjen edhe një herë. Hunter. Alex Hunter. Lirohet. Për të tentuar, por nuk është i sakt. Amzil. Hasbrook. Jones. Hasbrook. Jackery Payne, 6 sekonda dhe në fund të sulmit të skuadrës së Trepqës do të gjuan Hasbrook. Nuk arriti të realizon. Ka faul. Ka është aty. Personalja jam Amin Hotit ndaj Mustafa Amzil, që do tjetë edhe njerë në vjenë në gjuajtje së lirë. Nuk qëllon 5-4 para prakisht ishe 6 pikë të Amzil. I sakt në të dytën e realizon pikën e 7, barazohet me Sean Jonesin. 23-35. Hunter. Amin Hot. Atë Mekic. Projtje mire Mikajlet Mushicit. Tobi vjedhur i ti, e përcjell mirë aksionin teksa edhe një tjetër bashkëveprimi mirë i Mitrovicasve. Amzil nga kundërsulmi realizon kësaj radhe asistus Hasbrook. Krijohet tashmë vërsia dyshifrore e Mitrovicasve, që është përthyen gjysmën e dytë të çerekut të dytë edhe një herë. Ministri i mbrojtjes në aksion deri në fund. Shkon dhe realizon 47-35, 2 topa të vjedhur të Mikajlet Mushicit Express.
Edhe të martër ishte fantastik me 6 topa të vjedhur Mikajlet Mushic. Amin Hë dëgjuan për 3. E kësaj radhe jo, topi përfundon jashtë, 4.6 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Kemi time out tashmë në këto sekundat e mbetura. 47-35, gjithçka në të mirë të Mitrovicës e po flet, pavarësisht që ishte Bora që e nisi më mirë çerekun e dytë me atë serin prej 10-5. Mitrovicasit dal nga dalin të zën turbinat dhe po kontrollojnë gjithçka, me të vërtet loja fantastike e tyre në mbrojtje, si edhe bashkëveprimet në sulm. Po e shohim tashmë një Trepç që gradualisht ju desh ndoshta kohë që të e marrë vetën ekipi kampion, por tashmë po shohim lojë fantastike nga Mitrovicasit. Pra 4.6 sekonda janë deri në përfundim të pjesës së parë dhe plus 12 është ebërësia e vendasve. 15 pikë të Triljana Irizi që ka shtuar edhe 3 kërcime, 9 pikë nga Amzil, 7 Jones, 5 Hesbrook, e 5 i ka edhe Mikajlet Mushic. Shpërndarje e pikëve. Kjo tregon mos miri lojën ekipore. Mushic tek Amzil. Izi e mirë, por e humb topin teksa Hunter do të gjuan. Përfundon pjesa e parë 47-30-5. Pa me bërsinë e Trepçës plus 7 në qerekun e parë dhe rikthimin e Prishtinasve, të cilët i rëmbyen edhe bërsim prej 3 pikëve në fillim të qerekut të dytë. Gjithsesi më pas shpërthyen nxehtarët dhe po e shohim 25-15 në qerekun e dytë. Në pushim shkojnë me ebërsi prej 12 pikëve. Shkojmë pak marketing për të u rikthyer në pjesën e dytë.